Spektakli së premtes në Big Brother VIP Kosova ka tërpritet të sjellë emocione dhe tension të forta, pasi është paralajmëruar një eliminim i dy fish nga shtëpia më e famshme në vend. Në nominim këtë javë ndodhen Shkurta, Benita, Dolce, Labino Tregja dhe Alba, ndërsa njëri prej tyre do të largohet përfundimisht nga gara. Banorët janë në pritje të ëngshme për rezultatin që do të vendoset nga publiku dhe produksioni. Kjo javë ka qenë e mbushur me debate, tensione dhe momente të ashpra. Dhe pikërisht për këtë arsye, vëllai i madh ka vendosur që nominimi të mos vijë nga votimi i zakonshëm, por si një masë ndëshkuese. Banorët e lartë përmendur janë futur në nominim për shkak të sjelljeve të papërshtatshme, ofendimeve dhe komenteve denigruese brenda shtëpisë. Vendimi i cili ka ndryshuar menjëherë atmosferën dhe ka bërë që shumë prej tyre të reflektojnë mbi sjelljen dhe mënyrën se si janë paraqitur para publikut. Me një eliminim të dy fish në lojë, tensioni është rritur ndjeshëm. Banorët e dinë se çdo gabim mund të ketë pasoja direkte, ndërsa publiku tashmë ka filluar të ndajë mendimet e tij në rrjetet sociale, duke komentuar arritje dhe gabimet e konkurrentëve. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.